unë shoh vetëm Irani, i cili po i pëlqen loja, hap e mbyll, dhe tani mua më lind pyetja ore po një sekond, po ku ishin këto? Jo, okay, e lëm regjimin. Po për këtë armë bërthamore, domethënë si i bëhet tani? Meqë që nga puna që Irani që nga në rregull, pa nuk po im shokemi, do im shohim prap? Jo, ne duam të tërhiqemi. Po nëse ne duam të tërhiqemi, do të thotë që nuk pas ka qenë rreziku i drejt për drejt pra. Pra këtu vërtetohet që rreziku nuk ka qenë drejt për drejt. Ne e kemi thënë që në fillim, po në fillim ka qenë spekulim. Tani vërtetohet. Dhe në radhë dytë, nuk e kuptoj as sjelljen e Izraelit, i cili godet me idenë e luftrave, jo me Hezbollah, jo me këtë, jo me atë, por në fakt nuk godet këta. Godet një qytet që nuk është nën influencën e Hezbollahut. Godet një qytet që ka krishterë brenda. Godet një shtet që ka një president krishter. Dhe vret njerëz. Shikoj, për zionizmin politik, krishtërimi dhe islami janë në njëjta ndyrësi që duhet vjellur. Dakord. Për zionizmin politik. Po unë tani flas në bazë të interesave. Ka ndryshimi midis katolikëve dhe muslimanëve. Për ta, e kuptoj. Biles, po, për ata nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Biles në Talmud ne jemi inferior ndaj atyre. E kuptoj, e kemi thënë këtë. Po unë tani flas në këndvështrimin e interesave shteve të bashkuara. Që dakord them, ju fusni këto propagandat. Po si mundet që afër Pashkëve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës japin këto mesazhe dhe nga krau tjetër Izraeli pak kohë më vonë godet dhe sigurisht për ato afrodit Pashkësh ka qenë ato viktima që vuajnë, kanë qenë si viktimat musliman, shitet viktimat e krishterë, në kundërshtim prap me qëndrimet që Amerika mban. Pra kjo është kontradikta pra. U vra Ali Khamenei dhe u sulmu Iranin fillimin e Ramazanit. E di sa i shenjtë është muaji i Ramazanit për botën muslimane? Është muaji më i shenjtë i vitit. U dha mesazhe aty. Kur u godit në Ramazan, goditet edhe në Pashk. Sepse ka dy çështje vëlla. Kurthi vetëm në cilin është futur Amerika, pa ju futur agjendave, më thet tash, është që je shpremtuar një aneksim ose një spostim i Kinës. Karremi ka qenë Kina. Që hajde t'i bijem Iranit, që mos të furnizohet Kina me naft, siç nuk u furnizove në Venezuel, dhe është premtuar që Irani s'ka flot detare, s'ka flot ajrore, është shumë e thjesht për të hyrë gjitha me radhë. Pyetja e parë që bëhet midis gjeostrategëve është, okay, në qoftë se shpendit nuk i duhet me mësu notin, pra në qoftë se ti në agjenturat e tua vjen raporti shpendit nuk di not, gjëja e parë që ti mendon nuk është të tallesh me shpendin se s'ka mësu not. Gjëja e parë që ti mendon është shpendit nuk i qenë kërkish dashur të mësoj not, që do të thotë në momentin që unë nuk kam flot, nuk më duhet vlla, se mua më ndihmon relievi, ti mua nuk më pushton dot. E ke kosto më të madhe se sa përfitimi. Dhe Amerika u peshkua. Nuk është peshkuar sepse Amerika ka ratifikuar çdo gjë që i ka dhënë Izraeli për lindjen e mesme. Janë disa kontrata që shkruhen ndër vite. Dhe ajo godet Libanin sepse mendon se janë Huthët ose Hezbollahu atje. Pra gjithë projekcioni i tyre është po godas të shtetin atje sepse ky shteti ka organizata të financuara nga Irani. E di e ti se unë para pak ditësh e mora vesh, që është e vërteta, se nuk isha futur në për këtë lloj gjërash, që presidenti aktuali i Siris është numri 2 i ISIS-it? Po, e di. Unë këtë për shembull nuk e di valla. Ka ndruar skuadër. Di çdo gjë mbi ato, di çdo gjë mbi ISIS-in kur është krijuar e gjitha me radhë, po nuk më interesonin emrat, sepse për mua ajo është ideologji, është idioci. Fundamentalizëm islam, s'mund të ekzistojë term, s'ka lidhje fare me islamin ajo lloj gjëje, fundamentalizmi. Ata janë disa vrasës. Tani ISIS-i nga kush u krijua valla? E marrim me mend njerëzit nga kush u krijua. Zona influencës i iku Bashar al-Assadi dhe fituan aleatët. Sollën atë të cilën e kanë luftuar pasi e krijuan vet.
Tash ku ka më moral këtu? Hezbollah apo Houthi po financohet nga Irani. Domethënë pse këta terroristët e Iranit që kanë më pak të këqin se këta terroristët e tu? Dhe është i njëjti skenar edhe me Hamasin për financimet. Pikërisht pra. Sërish nga Biles të njëjtat burime. Tani ka një konspiracion dhe po rrjedh informacione që data nuk e di sa ishte 8 shtator sulmi i Hamasit kundër Izraelit. Ka financime zioniste, o vllad, ka financime të inteligjencës, janë paguar për të sulmuar, për të krijuar një genocid se i Gazës. Edhe po ta marrësh në mënyrë të njëtrajtshme, po ta nisësh nga fillimi i Gazës deri tek Irani, i jep kuptim të gjithë gjë pse duhet paguar që të ndodhte pikërisht në këtë vit, pasi kishte 2-3 vjet që ishte hapur lufta e Ukrainës. Dhe me qenë zëra fjala, ke dëgjuar më të flitet më për Ukrainën atje? Jo. Për botë? Jo. Luftë e madhe pikërisht, mbaroi lufta atje? Apo po vazhdon të luftohet akoma? Vazhdon, po. E pra, shikojnë që nuk qeka aq e madhe ç'apo bëhet, ç'as po bëhet. Sepse këta duan t'i japin vëmendje vetëm atyre gjërave që u interesojnë vetë o vllaj, cilat është në interesat e tyre dhe me gjithë drejtën e botës se ja kanë fuqinë. Tani, Amerika e vujtë një Vietnam, vlla. Ne ka vujtur, në qoftë se ka një faqe terrët në historinë e Amerikës, politikën e jashtme është lufta e Vietnamit. Është idiocia më e madhe se si një perandori shpezonte pa fund para, taksa paguese gjitha me radhë. Do thuash ti, Amerika është perandori që investon sot e 200 vjet. Po vlla, po, nuk e pse ti është ti karburanti atyre 200 viteve. Dhe këtu që po shiko, ti paguan 2 milion dollar për një raket që hidhet në ditë në Iran dhe ti e ke sistemin e shëndetësisë grop të qytetarët e taksapaguesit të tu? Po, kjo është ajo që do të reflektohet tani te karriget, se kush do i marrë. Kjo është ajo që do të reflektohet te karriget. Është një konflikt që është mbajtur gjallë me këtë pretekstin e armëve bërthamore, cilin ka qenë historikisht shumë komplekse, që nga lobimi i Amerikës në jo të veriut, se deshta është të veriut, të jugut, për parat borxh që Korea e Jugut i kishte Iranit, që i tha do ta zgjidhim, do ta çojmë një llogari në Katar, vetëm dilin krahun tim, në këmbim lobo që vendet të sankcionojnë Iranin, unë do të jap ty marrëveshjet do bëjmë marrëveshje miliarda dollarësh ekonomike që realisht u bën pasi Korea doli në krahun e Amerikës, pa gjithmonë sankcionohej, izolohej Iranin dhe Irani duke u sankcionuar dhe duke u izoluar, po vetiu ka dalë nga krahu Kinës, se diku do shkosh, diku do hash. Dhe tani është bërë problem që Irani ka dalë nga krahu Kinës, që ishte gjëja më e parashikueshme në botë. Domethënë, është gjë totalisht më është ke dy pjata, i ke marr njërin, do shkoj te tjetra qeni. Se ja ke marr atë të parën, domethënë. Kjo gjë më e parashikueshme. Tani na doli Irani nga krahu Kinës. Tani hajde luftojmë që ai mos shkoj andej. Po ti e çova andej. Domethënë, andej do shkonte dhe nuk e kam fare të qartë këtë se çfarë drejtim bëhet, duke çuar Iranin majtas djathtas dhe duke qenë edhe gjithmonë në mes një ide të armëve bërthamore që prap nuk merret vesh kurrë. Dhe kjo është e paqartë. Tani, unë këtë paqartësinë nuk do e përdor si dobësi, përkundrazi, do e përdor si një argument që ne si shtetas amerikan, përderisa po paguajmë taksa për këtë punë, na detyrohen që këtë paqartësinë të na i tregonin, dhe ne ta kishim të qartë. Pra është detyrë e tyre që ne mos ta kishim këtë paqartësi në kaq shumë vite. Se dakord deri në pikën ku gjërat kanë qenë mëshave të shava në rregull, po tani nuk është më mëshave të shava, tani u goditën. Dhe sigurisht edhe fondet po harxhohen shumë më shumë, kur godet sa kur shan. U prish dhe marrëveshja paqes, jam zënë gjitha mediat me këtë temë. Pra ne si shtetas amerikan kemi nevojë për një sqarim. Çfarë po ndodh? Një sqarim që kemi nevojë, ka nevojë gjithë bota. Po neve na detyrohet ky sqarim. Botës nuk i detyrohet detyrimisht në çdo lloj shteti. Dhe këtë nuk e kemi. Askush nuk e di. Të gjithë janë në aludime çfarë po ndodh. Më thuaj një rast.
Ma thuaj një rast. Një rast për çfarë? Ma thuaj një rast që ke, më thënë, shteti nuk ashtu, shteti nuk ka gënjur ndonjëherë. Shteti jep justifikime. Një rast ku shteti ka thënë të Nuk jep vërtetën? shteti justifikime. Një rast po bravo, po. Kur ka thënë të vërtetën shteti. Shteti nuk ka thënë të vërtetën, po Na ka dhënë justifikim shteti neve që na vaksinoi kështu si derra? Jo, ishte Na prapë blokojnë shpina 6 muaj, na ka dhënë shpjegim ku iku ky virusi më, kaq shpejt e luftun këta. sikur ta kishin prodhuar Nga vetë. parashuta. Iku sikur ta kishin prodhuar vetë. Kishte rënë, nuk ishte hapur parashuta Covid. Ec. Edhe Po, pleq, kishin 95 vjeç nga 300 smundje, Sa do ata jetoj kishin ky? kancer në tru, në stomak, ishte Po, ma pa thuaj, njerën ja, dorë, të pa sfidoj njerën unë. por kishte edhe Covid. Dhe Të vdiq nga sfidoj Covid. unë me gjeshje rast, vlla. Një Po. rast. Të sfidoj, një rast të ma gjesh një shteti cili ka thënë neve do ta bëjmë këtë sepse këtu. Nuk ka problem, ju do vuani çik, mos e vrisni mendjen. Ma thuaj një shtet. As Vatikani se bën vlla. Do të thotë Vatikani që ato çmeti ty përpiqet që ta thojë në totalisht në mënyrën e kundërt atë gjën. Se duhet me jetë dogmën. S'ka pra mos kërko nga shteti Amerikan i cili është i mbushur me agjensira, i cili nuk ka një demokraci direkte, është e deleguara, kolegjale, ajo demokracia. Ti mund të zgjedhësh sherifin e lagjes, po ti s'mund të zgjedhësh dot presidentin e Amerikës. Se presidentin e zgjedhin tjerë. Nuk e zgjedh ti. Ti e legjitimon, po nuk e zgjedh. Duhet besoj të një retorik. Kam qenë kundër implikimit të Izraelit në këto punë, po prapse në konkluzion nuk e fus Izraelin fare në konkluzion. Pa nuk them që Izraeli ka fajin pika. Izraeli ka faj. Po është pjesa e tjetër kujt. Unë them që e kemi ne fajin, domethënë, sepse duhet që ne të ndërgjegjësohemi në Amerikë. Kush ne vlla? Të ndërgjegjësohemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po jo, nga Shqipëria faji është deri te Rama. Të ndërgjegjësohemi dhe të kuptojmë këtë gjë dhe të fillojmë që populli të kërkojë mbrojtjen e interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të kërkojë garanci. Nuk ose kjo do të përmbys gjithçka. Por sidomos kjo është një moment i rëndësishëm historik ku kanë dalë të rrymat rebele, qoftë nga e majta, qoftë nga e djathta, kundër asaj që po ndodh. Dhe kjo është një moment i cili nuk ka qenë gjithmonë, dhe mund të përdoret ose jo. Unë prandaj këtë e shoh si një oportunitet për të luftuar për interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë me këtë nuk dua të them që sepse mund ta transformoj dikush. Thotë kjo është kundra Izraelit. Jo, nuk është kundra Izraelit. Izraeli do mbetet aleat i Amerikës, nuk e heqim dot, nuk çojmë dot deri aty. Por do mbetet aleat si çdo aleat tjetër, ku Amerika vjen dhe i thotë që un kam kartat, ti ke nevojë për mua dhe ti do i bindesh interesave amerikan. Dhe ai thotë mirë, për sa kohë që ti më jep mua ndonjë kock, un do i bindem. Kjo është marrëdhënia. Nuk jam kundër kësaj marrëdhënie. Izraeli do mbetet aleat nën këtë marrëdhënie, sepse vërtet Amerika i ka kartat, se ajo ja jep parat dhe ajo ka fuqi. Amerika është perandoria dhe është superfuqia që i bën gjithë ato të mundura. Nëse Izraeli do ishte vetëm në këtë luftë, do ishte pushtuar tani nga Irani, domethënë. Kjo është diplomacia. Problemi është tjetër kund o vlla. Dhe Joseph Kent këtë tha. Është ti përdor sistemin e tyre bankar o vlla, Federal Reserve, domethënë 50% e borxhit publik të Amerikës, tëndin edhe të 350 milion tjerëve që janë aty. Po. 50% e borxhit tuaj publik e kanë Federal Reserve. Federal Reserve-in kush e ka vlla? Okej, pra. Dakord. Ky është aktual. Familje, a 2 familjeve, a 5 familjeve. Domethënë si do t'i kërcënosh ti Izraelin, shtetin e tyre? Domethënë si nuk dua ta kërcënojmë. Ore, si mund ta kërcënosh ti mos me i dhën para mo?
ky është kërcënimi i vetëm që mund t'i bësh, nuk të ndjek më. A kupton? Si mund të kërcënosh atë shteti të cilit, më thënë pronari i shtetit të cilit është borxhmbledhësi jot, i ke 50% të borxhit publik kombëtar ja ke atij. Si mund ta kërcënosh ti atë? Është sepse është e gjitha piramida pra kaca këmb që nisin nga pushtetet lokale dhe shkon piramida deri lart, deri në pushtetin federal. Dhe këto këmbët janë gjithmonë të pakontrollueshme, sepse këto këmbët i ka populli thjesht. Pra përsa kohë që nuk do na vi dikush të lagja me armë. Po na erdhi dikush të lagja me armë, okay, tjetër gjë. Tani dikush të lagja me armë nuk na vjen. Kështu që përsa kohë që nuk na vjen dikush me armë, këmbët janë ende të pastra, sepse gjithmonë mbeten këmbët e pastra. Këmbët nuk janë të lira në Iran, që ai të vend edhe të vret në shtëpi. Nëse ti flet kundër regjimit. Ai vend po, aty nuk e ça bën. Po këtu ke ça bën deri diku si popull. Nuk po them që nuk po kalojmë nga ideali që ne do jemi 100% të lirë dhe do të vi drita. Jo, nuk po flasim për atë pjesë, por po flasim që mos ndodhin më të paktën këto gjëra siç ndodhi kësaj here. Pa jo kaq të mëdha, jo kaq të dëmshme për vendin. Tani po ta shohësh para 4 episodesh, unë të thash ty këtë pjesë që kemi të bëjmë me krahun të majt dhe të djathtë që kanë dalë kundër kësaj agjende bashkarisht me Izraelin për kontradiktën njëkohësisht dhe krahun që është pro. Pastaj para 2 episodesh ti më bëre një pyetje mua. Më the sa e shikon mundësinë që kjo e majta të bashkohet me këtë të djathtën që kanë dalë kundër kësaj veprimtarie. Dhe unë të thash që nuk e shoh shumë. Nuk e shoh shumë për debatin politik të brendshëm. Dhe po më doli një jo. Nuk kam ndruar mendje. Për çdo gjë që kam thënë. Por më doli një vërtetim. Se u binde i dashur. Jo. Fatkeqësisht jo. Më doli një duhet të përpiqem edhe pak. Më doli një vërtetim, sepse shoh retorikën e Joseph Kent që thotë se Joe Kent, po emri gjatë. Kanë bërë çka kanë bërë, thotë. Pra, është lobi hebre, është bërë gabimin në Irak, në Iran, në njërin tjetrën. Por kur vjen puna që ti e pyet atë për zgjidhjen, ai në çdo intervistë dhe në çdo prononcim, se jo çdo prononcim është intervistë, thotë se presidenti Trump është i duri që mund të na nxjerrë nga kjo situatë. Thjesht duhet një ekip i ri diplomatësh. Pra, frika që është nga influenca e lobit hebre është po aq e madhe nga frika nëse të majtët kapin pushtetin. Dhe këtu bëjnë pjesë edhe të majtët kundër influencës së këtij lobi hebre. Që me fjalë të tjera përkthehet që shansi që aleanca të bëhet mes të majtës kundër këtij lobi dhe të djathtës kundër këtij lobi është aq e madhe saqë tek e djatha brenda vetes thon varja le ta marrë Izraeli dhe po bëhemi bashkë. Është e barabartë. Sa aq sa urrejnë këta, po urrejnë edhe këta. Madje prap e majta dhe djatha dalin sikur po urrejnë pak më shumë në fakt. Dhe prandaj është pamundur atë bashkimin. Dhe sigurisht ai bashkimi do ishte kërcënim për çdo lobi huaj. Ne nuk flasim këtu për lobin hebre. Ne kur i referohemi lobit hebre, i referohemi pozicionit që ka lobi hebre. Nëse të nesërmen në atë lob del lobi po, nëse del lobi italian, do themi lobi italian. Po nuk ka asgjë me një lob specifik. Është nuk është personale, është pozicioni. Është me gravitetin ton. Është pozicioni dhe është interesi ynë edhe imi si amerikan, por dhe interesi si shqiptar, që Amerika mos jetë e kapur nga lobet huaja që nuk ndajnë interesat të përbashkëta me të. Se është keq për ne si amerikan, keq për ju si shqiptar dhe keq për botën, sepse nuk ka garanci të funditës. Nuk ka garanci, nuk ka vendimarrje të njerëzve, e shumë shka tjetër se mënyra si bëhen të mundur ato që përfshin korrupsione njërin tjetrën sepse kështu mundet që një lob të eci pare, se nuk ose vjen thotë të lutem a mund të hym këtu po i thuat, okay, hajde hyr. Ndodhin ca pazare që bëhet kjo e mundur. Cilat rrezikojnë sistemin, rrezikojnë drejtsinë, rrezikojnë demokracinë e tjerë. Tani unë do të merrem me këto këmbët, të cilat sot janë është një momentum strategjik, ku sot shumë veta mund të flasin më lirë. Ku sot ky debat është në qendër, ku sot kjo ka hyrë si temë diskutimi, ore kemi ne influenca nga këto lobe, diçka që nuk ka ekzistuar. Dhe sot veprimtaria e këtij lobi gjithashtu dështoi. Pa nuk shkoi sipas planit.
shkak Irani me sigurisht udhëzimet e Kinës nga pas, jo vetëm, asnjëherë. Jemi këtu ku jemi. Dhe këtu prandaj dalin edhe këto teoritë që ore mos mbase Trumpi tani po bën lojën si lojtar që të tërhiqet, se nuk i thotë jo eksplicitisht, po i thotë shiko se s'kam çat bëj. Po edhe këto teori tregojnë që njerëzit po fillojnë dhe po mendojnë që ore si mund të Amerika të dalin nga kjo. Dhe kjo për mua është një fitore e vogël, që deri dje as nuk të shkonte mendja fare, zero. Deri dje kush ishte i vetëdijshëm thoshte s'ka shans. Kush nuk ishte i vetëdijshëm nuk fliste dhe nuk i dëgjonte këto që dëgjon sot. Këtu shoh një reagim të vetëdijes popullit që e shoh këtu si qytetar si shtetas amerikan, sepse ka lindur konfuzion. Pa jemi konfuz dhe po e shprehim. Nuk jemi konfuz dhe nuk po e shprehim. Jemi konfuz. Qoftë shikojmë protesta, gjëra. E keqja më e madhe me çka kam parë unë në shoqërinë amerikane është se siç ndodh në politikë çdo vend botës, kur ti i shef armikut politik 9 të këqija, thuaj që ka 10. Gjithmonë. Dhe këta njerëzit e vetëdijshëm kur të dëgjojnë ty që gënjen për një, nuk të besojnë dhe nuk të përkrajnë më. Kur ndërkohë ti po të thoje 9, do ishte mjaftueshëm. Po gjithmonë thuhen 10, se dhe e majta ka ato të vetat patjetër, se ka bërë pazaret e veta. Dhe do mbroj veten në ato gjëra. Dhe këto gjëra e bëjnë popullin që mos reagojë dot. Dhe e shtyn nga krau tjetër që duhet të reagojë si popull, jo si krah politik, si popull. Pa make America free again. Pastaj we can make it great. Po ta bëjmë frinjer. Mbasi është free, mund bëhet, mund mos bëhet, po duhet të jetë frinjer. Kjo është fakt. Njëta gjë dhe me Shqipërinë. Fri nga kush o Tedi? Nga kush? Nga lobet e huaja të cilat shikoj, të lutem me neve vlla, ne jemi super të lirë. Ne jemi rast tjetër. Nuk ka popull më të lirë se sa neve. Shiko, kur e mendon keni një liri që ne nuk e keni për shembull. Fare. Jo, e kuptoj që nuk e mendon, po është kjo gjë që nëse populli amerikan do të çohet me një opinion A, sigurisht që s'ke internet vllai. Edhe ti më ngece një moment. Jo shkputur. Po tani? Ja se e shohim. Tani janë në rregull, po shikoj te YouTube-i. Ka ngecur pak sa ti vi prap mend. Se janë ca gjëra që ndodhin gjatë live-it. Po ju në Amerikë nuk keni as bukë të hani, jo të keni internet. Kështu ka thënë Enver Hoxha dhe Edi Rama. Kështu ka thënë shoku Enver. Ne po vdesim për bukë. Jemi në rregull? Po. A mund të të pyes tani po nga Shqipëria, si vazhdojnë mbas rezolutave, mbas këtyre shpalljeve që bën Shqipëria? Një sekond vlla, se më duket sikur ka ngec prap. Po ka ngecur. U mbyll. Këtu u mbyll tek unë. Nuk e di çfarë pate, po. Ka ikë interneti ndoshta. Mua më del jo, në YouTube mbyll. Nise, vazhdojmë aty te juve. Nuk ka problem. Nuk ka problem, nise, vazhdojmë me juve. Si është situata në Shqipëri nga informacioni që kemi me mediat, se e votuam Iranin ashtu si e votuam, dolëm në ballë të luftës, në krah të elefantëve, çfarë ndodh në vazhdim? Ku jemi? Thjesht ne jemi tek ajo pjesa që po bëhet luftë politike për interesa totalisht personal, okult. Dhe më të ne jemi komplet shtet tjetër, jemi ai lloj shteti i cili jemi në vasalitet 200%, jo 100%. Mjafton çat na thon tjerët edhe neve prishim edhe te i kalojmë interesin ton kombëtar. Për aq kohë sa shtetet europiane, të mira apo të këqija qofshin ato, të fuqishme apo të pa fuqishme qofshin ato, në raport me Shqipërinë janë gjitha më të fuqishme dhe më të forta. Dhe për aq kohë sa ato nuk pranuan që të merrin pjesë apo të ndërhynin në si të shpendi të ndërhynin në një luftë e cila nuk ishte e tyre, sepse do të prishte interesin kombëtar dhe nuk e rrezikuan atë lloj gjoje dhe nuk e morën atë lloj aventure. Tregon që
neve s'duhet ta kishim marrë, minimalisht. Minimalisht ne nuk duhet ta kishim marrë. Por ne jemi shtet Republik Bananesh. Jemi Republik Bananesh, jemi shtet I cili nuk jemi fare nuk jemi serioz në gjeopolitik, nuk jemi serioz në politikën e jashtme. Dhe aq më tepër kemi edhe një rrezik shumë të madh, nëse mund ta quajmë, kemi opozitën e shtetit islamik. E kemi në territorin ton, duke parë gjithë ato vende të cilat bombardohen nga Irani e tjera. Sa do të themi në NATO, në një 5 e tjere, duhet t'jesh I përgatitur, sepse probabiliteti që t'jesh pjesë e një sulmi qëndron gjithmonë ko lufta. Aq më tepër kur ti I vetmi shtet në Europë I cili I ke shpall luftë Iranit. Pra, ke hartuar një rezolut në parlament për ato. E kjo është totalisht kundër interesit ton kombëtar, jo se Irani është I mirë. Por mund të jemi neve, nuk mund të jemi neve, se me çfarë do ta luftosh? Do luftosh me muskujt e Amerikës. Dhe të pyeta se nuk ishim javën e kaluar, po të pyeta nga deklarata e ambasadës amerikane, prandaj, në Tiranë, që thotë që grupet lidhura në një farë mënyrë me Iranin mund të targetojnë vendet lidhura me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose element të opozitës së Iranit në Shqipëri. Pra siç the edhe ti, por gjithashtu mund të targetojnë edhe vende të lidhura me vende turistike, qendra tregtare, hotele, klube, restorante, në klapa gjithçka. Çfarë ka mbetur? I inkurajojmë qytetarët amerikanë që të tregojnë vigjilencë të shtuar dhe ka thënë dhe disa actions to take për monitorimin, për raportimin e gjithçkaje, mbajnë telefonin me bateri dhe shumë shka tjetër. Dhe duke parë këtë gjë, po unë them ora një sekondë se jemi dhe ne këtu, nuk jemi vetëm amerikanët. Ose në rastin tim, unë jam 82 palët dhe pyes veten pse ne jemi në këtë pikë. Pastaj dëgjova dhe lajmin, nuk e di nga cila media shqiptare që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin dërguar disa dron për antiterrorizmin në Shqipëri dhe kishin instaluar apo po instalonin, nuk e di, disa pajisje në Rinas. Diçka që nuk ka ndodhur në Pejafus Kot Portugali për shembull. Po ndodh tani, pikërisht. Do thonë, dhe kjo tregon diçka. Kjo thot diçka për ata element që ne kemi mbajtur. Dhe nga krau tjetër, un kam qenë nga ata persona që gjithmonë në rrjetet sociale në atë kohë kam folur shumë kur u zbulua që këto grupe të opozitës iranianit po kryenin aktivitet kibernetik nga Shqipëria. Edhe thoya që kjo është gjëja më e tmerrshme që ne mund të lejojmë, domethënë, sepse ne I kemi marrë për arsye humanitare. Dhe unë nuk di që aktiviteti kibernetik të quhet nevojë humanitare. Në momentin që ti bën aktivitet kibernetik nga një shtet që të ka marrë për arsye humanitare, ti je automatikisht armik I atij shteti. Sepse po e fut në luftë atë vend. Ata nuk e kanë bërë, po këto janë pasojat e këtyre veprimeve. Dhe që në atë moment duhet të kishte reagim të ashpër, jo sot. Dhe shiko tani se ku jemi ne sot. E zëm sikur sot, sepse shoh popullin ton që flet sot, ndërsa kur unë e thoja këtë gjë në atë kohë, më thonin ca njerëz nëpër komente, thoni luftë me Iranin. Ku e di Irani, ku jemi ne, gjëra të tilla. Ne doli ambasada amerikane foli kështu, tani thonë njerëzit, një sekond, se mbase pas ka rrezik. Dhe shikuar është problemi. Nëse populli ynë vedisohet sot dhe thotë, "Ore, nuk I duam këta të opozitës së Iranit." Amerika thotë, "Vlla, kur unë t'i dhash, I pranova. Gjithë këto vite I ke pranuar. Tani jam në luftë, unë thotë. Po më tradhtove, do të konsideroj si tradhtar. Apo jo, dhe me të drejtë. Mos më lënë në luftë, thotë. Ke pas vite mjaftueshëm para luftës, të më thoje jo. Mbase mund të mërzitesha pak me ty, po nuk do isha armik I imi, ndërsa sot nuk mund t'i thuash Amerikës mes luftës, po të lë. Dhe jemi në këtë pozicion. Faji kujt është ky? Faji jon. Faji jon. Amerika nuk ka faj. Ta kishe menduar, pikërisht. Edhe Irani në krau tjetër ta kishe menduar. Edhe ne nuk mendojmë. Nuk është problemi I dashur, nuk është problemi I dashur kush e ka fajin, se fajin gjithmonë është jetim ose e gjejmë shqiptarët fajin. Problemi I plago është këtu. Kush e ha? Pse ti vlla, si shtet,
nuk je aq inteligjent sa ta kuptosh që veprimet e tua sjellin pasoja, si çdo gjë tjetër në jetë. Pasojat janë pozitive, përfituese ose negative, ngulje. Tani ideja është këtu, si ka mundësi që sot neve, as nuk bëhet fjalë kjo që thua ti, që do mblidhet të ndërgjegjësohet populli të thojë që këta iranianë duhet ikin, Meku duhet ikin, e gjitha me radhë, sepse nga një popull i cili ka thonë vëllezërit kinez dhe miqt kosovar mos prit në gjovlla. Do ndodhi nëse do ketë po të ndodhi ndonjë incident, edhe mund të arrim në atë pikë. Kur të vjen të shtëpia ajo, ideja është këtu vëlla. Ti sot nuk ke fare që ti thush Amerikës. Sepse nuk është se të kërkojë ty Amerika. Nuk të kërkojë ty Amerika ta marrësh ato. Ti u vetë ofrove. Meku vëlla është i vetë ofruar. E mbajmë ne. A kupton? Ne e mbajmë, se jemi aleatët tuaj. Qa ti thushe? Për qa ti kërkosh llogari e Amerikës? Para si logjohë. Shëndet, mirupafshim, qarkullo, të lutem, çik shpejt. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse një shtet vëlla ka strategji ma. Ne luajmë lojë edhe ka strategji. Bëjmë një emision dhe ka strategji. Edhe për të shkuar në banjo nga krevati do një strategji, se duhet mbash mend ku i ke lënë shapkat që mos të rrëzohesh e bla bla bla, kupton? Nuk pas këti strategji në geopolitik, në politikën tënde të jashtme, ka shtet banane shedi? Do më thënë, $1.5 milion kilometër katror Irani. Ka ushtrime 18 milion veta. Ne jemi 1.8 milion veta të gjithë. Duke përfshirë graf, fëmijë, pleq, gay, transinor, transvestit, gjithë me radhë që do të thonë një femër do iki se s'luftoj dot. Qa më thuj ti ma? Vetëm kaq më thuj. Do të thënë, qa lufte do t'i bësh te atje? Do të vije tek bombjeti. Largo zota, kupton? Do të çosh trupa, nuk e di, do t'i çosh trupat atje, me flamur shqiptar. Quhet sikur shteti shqiptar e ka goditur. Qa rezolute bën ti, vëlla? Qa rezolute bën ti? Ti të naftën e merë që ande. Sepse je aq popull idiota, kuptoni? Aq popull idiot sa nuk e di që je Kuvajti i Europës. Ke naft pa fund këtu. Po, është edhe ajo pastaj. Madje le të dalim të ajo pjesë. Kaq pra? Të dalim pak të shimet e naftës që jemi të parët, të parritshëm. Edhe pse unë mora vesh, unë si domethënë një person i interesuar, hyra dhe pash që në parlamentin ton njerëzit u lajmëruan se çmimi kishte rënë me 4 lek. Pra bordi po funksionon. Këtë dëgjova unë. Besoj tani ju jeni të lumtur për 4 lekshin që ka rënë çmimi dhe Nuk e shef në ekspresionin tim facial sa i lumtur jam? E shoh. Prandaj e thash. Seriozisht e bëm këtë. A nuk e kupton domethënë? Dhe jo që ka rënë çmimi me 4 lek, se këtë mund ta thoja, okay, u dha një lajm. Po ka dhe konkluzion. Pra bordi ka qenë i suksesshëm. Kjo është ajo që e bën veprën tragjiko komike. Kjo është çudia shqiptare, o vlla. Çudia shqiptare i dashur, kjo është. Domethënë jemi një shtet i cili ka probleme shumë të mëdha o ti. Jemi një shtet i cili ka probleme substanciale, institucionale. Këtu nuk ka kulturë institucionesh shoku. Tu është më keq se
Që ato shpendi ty është më keq se Mozambiku, është më keq se Afganistani për korrupsion. Nuk ka institucione, nuk ekziston koncepti institucionit. Të dish të drejtat e tua, të dish liritë e tua, të dish detyrimet. Nuk dore, vlla, nuk është, hajde, qarkullo. Se i till format është mentaliteti. Po nuk lexove, vlla, po pe idiotliqe në YouTube edhe në televizore gjitha me radhë. Nuk ke se si ta kesh mendimin kritik, më kupton shpene, nuk ke se si ta di si ç'a ndodh në botë, nuk ke se si ti di skenaret, nuk ke se si ti di shumë gjëra. Se analiza kërkon thellësi, thellësia si të vjen. Thellësia të vjen me anë të leximit, me anë të gërmimit. Nuk lexon vëlla, domethënë është si populli i cili mbahet me mesazhe Instagrame. Lexojnë kuota Instagrami dhe kuote Facebooku për dashurinë, për shtetin, për gjitha, dhe u duket vetë të zgjuar, a kuptoni? I mësojnë përmendsh dy rreshta dhe u duket vetë të zgjuar. Ndërkohë që po ta pyetësh për Iranin, nuk e dinin që Irani është nga qytetërimet më të vjetra të botës. Që është një fakt shumë i rëndësishëm për sjelljen kulturore të atij populli në luftë. Këta nuk e di më shumë, në momentin e parë që u mendova se këta vajte me regime change, ratë parë unë kam dalë publikisht ka vite që e thëm këtë idiot likun nuk mund të shpërndash do demokraci me bomba ti, o vlla. Nuk ndryshon do të regjime ti me bomba. Se kur të vjen punat te karriga jote, te këtë ndenjurat e tua, thua shikoj se dhuna ndaj shtetit është e dënueshme. Ti si mund vesh ta ndryshosh ti? Ti e dashke me vot për veten tënde, të ndryshosh me vot, kurse tjerëve do t'ja ndryshosh me dhunë. Kush jeti? Qa jeti? Mësia jeti? Le, ka vetë, si që kemi neve Ramën, hajde të arrëzojmë me vote, me gjitha. Duke pritur Amerikanë, duke pritur që të na piqeshin kushtet, na u dojq furra. Më kupton shpenin? Ndërkohë, edhe më falë, po, e gjëja fundit, para se ta mbyll, sot e kësaj dite që neve flasim sot, unë duke folur edhe me studiuse dhe duke lexu vete gjitha me radhë, sot e kësaj dite që neve flasim, Irani, populli iranian nuk është më në opozit me gardën revolucionare, janë aleatët, sepse po të cënohet qytetërimi tyre. Dhe kjo është e tmerrshme, valla. Kjo është kontradikta më sepse nuk e njohin vlla realitetin. Nuk e njohin më, janë unitarat ata që. pra ne Më deklarata që bëri ai zotria piloti. Sa hyra në territori iranian tha me avion, nuk ngeli bari, qa pash civil iranian, nxorën nga një pisqoll, në një kallash, në një gjë, nuk ngeli pa goditur. Bari o vlla. pra ne në Shqipëri po mbajmë në këtë rast është si me thënë po mbajmë armiqt. Se i dhe i kemi bërë rezolutë dhe ata janë bërë bashkë se po mbrojnë civilizimin e tyre, ne po mbajmë armiqt. Po, të gjithë. Ne po mbrojmë armiqt tanë. Të gjithë. Interesante. Gjithë iranianët sot për shqiptarët janë armiqë. Ndërkohë, sipas rezolutës të bërë nga i madhi, a kupton se ne kemi një të madh vlla. po, jo, Nuk e di një të madhin ton. Dakor. Të gjitha Një njërin të madhin ton, po Të më gjithë sepse pëlqen. ka dalë në për foto të bukura. Ka dalë te bordi i paqes, ka dalë te një tjetra. E kam kuptuar dritën e Ramës vlla. Nuk e di pse mu deshën relativisht pak vjet. Sa ta kuptoja 14 vite të vogla mu deshën në opozit që ta kuptoja dritën e Ramës. Ndryshe nga Shqipëria, ku është Rama dhe pik, Amerika ka pak, pra ka dhe nga ata persona, se përderisa u përfol mundësia për një armë pushim, se nuk ishte marrëveshje paqe, ishte armë pushim. Pra gjatë lufta ka filluar, po është në sekondin 0, edhe ishte armë pushim. Edhe Amerika Trumpi deklarua që do të shtyhet sulmi. Pra është armë pushim, tamam. Ndalimi i luftës është fitore në sidomos në këto lloj luftrash, pra ka dhe persona që punojnë dhe përgatiten për këto skenar. Dhe për këtë arsye, dua të dalë që kjo është foto para 2 ditësh, para 3 ditësh, diçka e tillë.
Pra, jemi gjatë kohës luftës. Çmimi i karburantit, që neve një moment na shkoi lart, para 2 ditësh ishte 3.49. Pra ishte nuk e di, mbase edhe më lirë se para luftës. Pse? Sepse ka persona që mendojnë që ky shtet jetë i përgatitur. Amerika. Në rregull, shumë mirë bëjnë, punojnë për vendin e tyre, kështu ka qenë çmimi, tani ne jemi në rregull. Dakor, ja ku është fotoja. Por lind pyetja, çfarë po ndodh në të njëjtin skenar, po nga krahu i Shqipërisë, pra një vend tjetër i përfshirë, i cili i radhë Shqipërisë me 4 lekë, okay, bravo i qoftë, por çfarë po ndodh me këto rezerva, sepse sigurisht aty ekonomia nuk funksionon me logjikën e tregut, sepse nafta është e kapur nga disa individ. Pa këto monopolet që ekzistojnë, sigurisht që nuk të binden në këto rastesh, në këto kushtesh. Dhe s'kan se si të binden ato më atje. a mendon sikur kjo mund të nxjisi një shkëndi mes këtyre biznesmenëve dhe pushtetit i cili kërkon që të mbaj karrigen dhe reputacionin si shpëtimtar? A mund të lindi kjo? Sa i thot nuk e ul shtrimin vëlla, se unë nuk e ul thot ai dhe jam monopol edhe pik, domethënë, kaq, pa ndonjë argument. Unë jam i bindur vëlla. Unë jam i bindur për këtë punë. Që po. Po. Këta janë të lidhur. Që janë të lidhur është pak por e sigurt. Që janë të lidhur. Po a do ketë shkëndia mes tyre? Se tani Nuk ka shkëndi se këta janë kasafort. Mos mendo se janë aktor. po kanë interesa jo të përbashkëta në këtë pikë. Këta kanë interesa shitësit, kanë interesa të mbajnë çmime të lartë sepse kanë leverage-in. Janë kasaforta, vëlla. Pa. Që t'i japim ta konkludojmë. Këta në Shqipëri janë kasaforta e politikanëve. Nuk janë aktor, më kupton shpendin, janë mjet. S'mund të kesh ti pretendime mbi gjën, se nuk është e jotja. Ti thjesht merr përqindje nga që je prestanome. Po pse, okay. Atëherë në këtë version. Sepse po t'ishin pavarur, vëlla, po t'ishin pavarur, do dilin do thoshe, shikoj se mua më rrezikohet integriteti im, imazhi im, kompania ime, se do historika e, do të konkurroj jashtë. Që unë të dal me këtë naftë. Të lutem qeverimi hiq akcizat. Në një periudhë 3 mujore, 6 mujore, sa mund zgjasë lufta, gjitha me radhë, mi hiq akcizat. Po rrinë, po dakor, jam duke ndërur në këtë version. Atëherë pse qeveria i do këto çmime këtu ku janë sot? Sepse ta thash pra, përqindja që ndahet me ato që e fitojnë, është e politikanëve, vëlla. Po jo në këtë pikë. Në këtë pikë qeverisë i duhet të dali sikur shteti kishte i përgatitur e njërën tjetrën. Nuk është fare, nuk ke koncepton ti dot se si funksionon këtu, vëlla, mentaliteti. Këtu lej të mjerë, vëlla, dhe nuk e kuptojnë, nuk reagon njëri. Lej të mjerë, vëlla. Pra, po vjedhin pra. Qoja 2500 lek naftën. Po do vjedhin, ata janë duke vjedhur, nuk kanë ndaluar ndonjëherë. Çfarë është kjo? Po vjedhin prap. Çfarë është kjo? Po vjedhin. S'ka ndaluar ndonjëherë, vëlla. S'ka ndaluar ndonjëherë vjedhja këtu. Naftën neve duhet ta kishim 40 lekë, vëlla. Me gjithë akcizën, me gjithë. Se kemi naftën tonë. 40 lekë litri. Energjinë neve duhet ta kemi pothuajse falas me çmime qesharake. Ke burim hidrike e dytën e Europës, zotëri. Ne paguajmë edhe një taks për skanimin e energjisë, ëh? Ti paguan taksën edhe për jetimet në Kambodgja, o vëlla. Edhe për jetimet në Kambodgja, po ti futesh taksave rrezik, fut në taksë Rama. Mi gjuna. Gjuna. Po mirë, gjunov, aty mirë, bravo. Po çfarë të thotë shpendi ty? Ti më thu mu, këta janë, nuk e di do më thënë, vëlla. Të është vdekja kalit, e ke parë atë? E ke parë filmin Vdekja kalit? Jo. Duhet ta shohësh, vëlla. Duhet ta shohësh, është e njëjta gjë, domethënë, ai që të ka përdhunuar pas sistemit vjen dhe thot të harruara të kaluara. Ti e di sistemi. Kanë zgjedhën ai për 45 vjet, të vjen prapë dhe thot sistemi. Ti e di, duhet më kuptosh, të kam torturuar,
të ndava nga gruaja, të futa në burg, gjitha, po duhet ma kuptosh që është personale, është sistemi. Edhe puna këtyre atë. Qa të bëjmë, se sistemi është vjedhin gjithë, qa... Kështu është. Kështu është, thonë, kështu kanë bërë gjithë, kështu kemi bërë. Po dhe ai tjetri kur shkon aty vlla, qytetari, miku im dhe joti, qytetari, bashkëvuajtsi im dhe joti, do të bëj korrupsion ose e kanë gjak. Për mua legalizoje korrupsionin, o vlla. Do të shëmbellë shumë taksa. Do të kesh Ta taksosh korrupsionin. Do kesh shumë gjëra, vlla. Jo, më legalizoja. Legalizoja mëse e ka bë Likuania, e ka bë Singapore. Që do të thot legalizimi i korrupsionit? Ti e për llogarit në çdo lloj projekti dhe në çdo lloj gjëje ti për llogarit një firo që do t'i japësh rrok, do nga jashtëligjshme me një ligj të vendoset në rrok ty. Dhe në momentin që sanksionohet jo në ligj vlla, sanksionohet edhe një ligj tjetër që po more mbi këtë i bëna 30 vjet burg, nuk futesh dot për shpërdorim detyre, kupton? Isha i pavetdijshëm kur rodha firmën. Nuk e lexova mirë. S'ka më justifikimi idiota. Singapori e ka këtë? Singapori po. E ka 1.5 milion euro rroga e ministrit në vit. Që po flasim për shtetin më të sukses, një nga shtetet më të suksesshme ekonomikisht. Po, 1.5 milion dhe nuk ka vjedhje atje valla. Sepse atje nuk ke nevojë pse të vjedhë se ja del me të gjitha. Edhe çfarë Singapori? Singapori është port peshkatarësh. Ne jemi kuvajti i Europës. Duhet ishim Monte Carlo, o plako. Monte Carlo duhet ishim na. Principat. E bukur po, klima po, nafta po, uji po, bukuria natyrës po. Qa ka të shëmtuar Shqipëria? Neve. Kafshët për kaca. Ky është realiteti e vlla, nuk bën dot analizë serioze për Shqipërinë, se nuk mund të bësh dot analiza serioze për shtete jo serioze. Po. E vërtet. Të fyet inteligjenca. E vërtet. Të fyet inteligjenca valla. Domethënë, ti je shtet prodhuesi naftës edhe ta kesh 2010 lek, 2100 lek naftën, më shtrenjtë se sa Gjermania, po është turp valla. Nuk do logjik që ti po vidhesh. Kjo është valla. E jo vetëm për ta kesh ujin ti, këtë do thoja, ujin. Një lloj të shtrenjtë me Afrikën, po seriozisht e ke dia. E paguan Dubai që s'ka ujë, merr ujin e ujrat e zeza i filtroni dhe i nxjerr prap të pishën. E merr $5 shishën e qelçit aty, 4000 lekë në Shqipëri. A kupton? Uji del nga toka që neve jemi taksapagues gjithë. Edhe shqiptari që e shikon, e njeh atë dia, është kunati filanit. Është i fortë dhe është gangster. E ka marr bravo i qoftë e mori e vodit gjithë. Sepse jemi plaçkitës vlla. Në mentalitet ne jemi plaçkitës. Nuk kemi shtet formues. Më vjen keq edhe për burimet që na dëmtohen. Pra që qëllimisht shiten për interesa afatshkurtër, pas një lloj optimizimi, pas një lloj përpunimi, se ai personi që i shet ka hallin mbylli jetën e vet, edhe kaq, nuk i intereson ç'a bëhet nesër, dhe që janë dëmet parikuperueshme. Se iku ajo, doli, e mori tjetri. E shitet tokën, domethënë. Kur e shet tokën, nuk e merr më mbrapsht. Po e morë mbrapsht, do e marrësh më shtrenjtë se e ke shitur, sa ai do bëj një fitim. Kjo është fatkeqësia jonë. Jemi unë di që unë që jetoj këtu e di shumë mirë se ç'them. Se e shoh për ditë. Po ishim vendi më i palumtur. I parafundit ai parafundit, nuk e di. Hiq në Ukrainë një gjë, ishim ne. Pa edhe sa poshtë duhet të shkojmë që të ketë reagim aty.
Ndoshta duhet zhdukemi, shikoj, ka shtete edhe popull historia që i ka zhdukur vëlla. Ndoshta kjo është fillimi i fundit ton, jemi drejt një situate të pashmangshme. Duhet me pranu realitetin vëlla, nuk e se ka një krenari të madhe, janë iku Shqipëria dhe mbaroi bota. Vazhdon evolon vëlla. Problemi është neve nuk e se na u krijuan konditat historike që të zhdukeshin. Neve kemi punuar për ditë për shkatrimin tona, kupton? Se ky është autoshkatrim. Nuk e se jetë si kurdët për shembull, që jenë lufti vëlla me 4 vende për të bërë popullin tënd. Ti edhe kur bën luftën u shitet e serbit, e grekit, e gjermanit, e italianit, e shite me nderën ne. Krijove këtë çetën këtu që quhet Shqipëria, edhe këtë Shqipërinë e kanë shitur me koncesione, e kanë bërë çorape. Ndoshta ka ardhur momenti që të zhdukemi, ja kupton? Se nuk ka kuptim, nuk ka kuptim të shkosh ti me kënaqësi drejt thertorës. Ne jemi arkitektët e fatit ton. Ne do jemi arkitektët e fatit ton. Parasisht rrethanave. Si ligj natyror. Çfarë thot shpendim? Jemi në fund. Se di vëlla. Nuk e di nëse ke Mbaroj koha, po. Mbaroj koha. Jo, ajo që doja të thoja, në minuta ajo që doja të shtesë. thoja ishte që në minutën shtesë doja të thoja që njerëzit ta shikojnë gjeopolitikën pa emocione, nuk ka tifozlik të majtë të djathtë Iran, Amerikë, Izraelit, gjitha me radhë. Ne pozicionohemi sepse jemi milingona, jemi njerëz, pozicionohemi kundër luftës, sepse nuk është në interesin ton lufta, është në shkatrimin ton. Mund të jetë një interes për njerëzit e pasur, po ne s'na ka rënë fati që të jemi të pasur. Kështu që si shikojnë ata interesin e tyre, do shikojmë edhe në interesin ton. Interesi jonë është që kjo luftë mbyllet dhe të vendoset një status quo tjetër që të vazhdojnë të jetojnë në iluzionin e paqes. Sa i përket Shqipërisë, Shqipëria e ka vullosur vetë fatin e vetë. Kjo ishte fjala ime, Tedi. Unë dua të them vetëm që në çdo analizë që bëjmë, sepse e kuptoj që kemi të bëjmë me shqiptar që vinë nga shumë vende të ndryshme dhe duke ardhur nga shumë vende të ndryshme janë detyruar të qëndrojnë dhe në krah të interesave të ndryshëm atje ku janë. Ai që është në Gjermani intereson Gjermania më shumë se më intereson mua Gjermania. Normale. Normalisht. Por lufta nuk është e mirë për askënd. Kjo është fakt. Lufta nuk është e mirë për askënd sepse lufta nuk ka fitues. Lufta ka fitues në aspektin relativ me palët e tjera. Por në përgjithësi lufta ka thjesht humbës. Duke përjashtuar rastin po të bëj luftë Amerika me një ishull diku të humbur në paqësor, ajo mund të jetë mbase luftë me fitues, por nuk jemi në atë lloj skenari, jemi në një skenar të një lufte e cila bllokon ekonominë e gjithë botës. Dhe sigurisht që është në interesin ton si banues të planetit Tokë, domethënë, që të jemi kundër asaj lufte. Edhe mbase edhe duke bërë dhe një hap pas. Nuk ka vendimet tona këto. Por kjo është filozofia. Pastaj ne si popull prap do të mbetemi arkitektët e fatit ton. Pavarësisht vështirësive, siç edhe populli shqiptar ka qenë arkitekt i fatit vet, edhe do të mbetet. Shpresojmë për më mirë pastaj. S'ke çfarë të shpresosh, bindju realitetit vëlla është. Ky është fakti. Bindju realitetit dhe shiko çfarë mund të ndryshosh atij realitetit, nëse mundesh ta ndryshosh. Nëse s'mundesh, pranoja edhe. Si të mundesh, si mos mundesh, duhet ta pranosh, se s'mund të duhet dish çfarë po ndodh. Kupton? Atëherë unë besoj se ne duhet ne si njerëz, jo si shqiptar, por ne si njerëz duhet të fillojmë të hapim syt dhe shoh diçka pozitive që njerëzit kanë filluar të hapin syt. Po të shohësh ndër vite, nuk doja ta fusja në fund këtë, po shkurt fare po të shohësh ndër vite, janë shumë gjëra që njerëzit nuk i hanë më valla. Domethënë, po ta them kështu. Nuk i besojnë më. Po se ka rënë kredibiliteti kudo valla. Pikërisht pra. Dhe kjo është pozitive. Dhe unë këtu prandaj e kam atë pak shpresë. Vazhdo shpreso Tedi. Do vazhdosh patjetër. Vesa Ka fundit. jetën e gjatë. E ka jetën e gjatë ta shpresa, kështu që
Mos u mërzit, vlla, keqem keq do bëhet. Por ti je djal trim. Je djal trim. A kupton ku ka vajtur situata? Tironizojmë me njëri tjetrin tash, se s'ke qa bon. Të dashur miq, ky ishte episodi i sotëm i bashkëpunimit të ACTV-s me Tru Podcast Media në Tiranë, nga unë Shpend Gashi dhe Teddy Mene në ACTV për gjithë juve shqiptaro-amerikanë që nuk keni mësuar akoma të flisni mirë anglisht. Natën e mirë, Zoti ju bekoft dhe Zoti e shpëtoft Shqipërinë. Natën e mirë, kudo që jeni.